Oficeri i policisë gjyqësore kërkon klienten time që të shkoj të japi dëshmi. Klientja ime, sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë, do të shkoj me avokatin e vet. Avokatja e vet nuk është aty. Në atë moment, sepse është e zënë, i shkruan oficerit policisë gjyqësore, i nderuar, më lër një takim tjetër, se dua të ushtroj të drejtën time, të vete me klientin tim dhe klienti im të ketë dëshmi. Oficeri i policisë gjyqësore përgjigjet sikur Kushtetutën ta interpretoj në kopshtin e babait vet dhe thot, "Serdi, nuk ka problem për mua." Pra ky njeri do të çojë një dosje në gjykat pa marrë dëshminë e personit i cili ka bërë kallëzimi penal. Dhe kjo është kulmi i çdo. Dhe kjo ka ndodhur në mira raste. Kjo ka ndodhur në mira raste dhe unë të tregova një rast. Dhe ky rast tani që do dalim që nga garip ky. Shumë garip. Që nga garip ky, që ka lamet garipi ky. Po, ajo që më ngjilet mua tani të bëj, të shkruaj një letër krye prokurorit dhe t'i çoj një letër KLP-s dhe KLP-ja të pres një përgjigje nga KLP-ja dhe nga ILD-ja. Jo, desha të dalë, domethënë, edhe këto janë të akuzuar të tjerë, institucione të cilët e vrasin me dashje sistemin e drejtësisë. Sepse në qoftë se të gjitha këto institucione, prandaj të thash është kompleks, të gjitha bëjnë punën e vet në një proces zinxhir, atëre sistemi i drejtësisë do të